studio në këtë transmetim të drejt për drejt, ku do të ndalemi tek një fenomen i cili në fakt është mjaft i dukshëm gjatë viteve të fundit në shoqërinë tonë. Referuar Institutit të Statistikave, vitin e kaluar numri i martesave ka shënuar një rënje të ndjeshme me 7.7%, por edhe më shqetësues është fakti se edhe numri i divorceve është rritur, një rritje domethënëse, pasi nëse i referohemi shifrave, në 100 martesa 25 shkojnë në divorc. Do të flasim për këtë me avokatin Gülsen Zhlima, i cili i ka ndjekur nga afër këto procese të kësaj natyre dhe mund ta jap më shumë informacion se çfarë po ndodh në shoqërinë shqiptare. Mirëmëngjes avokat, faleminderit shumë. Mirëmëngjes avokat, kënaqësi të jemi. Unë do doja ta nisja pikërisht edhe me këto shifra, sepse të paktën statistikat tregojnë që është niveli më i lartë i divorceve nëse i referohemi pra periudhës së fundit, dhe në këto 5 vite, viti i kaluar ka shënuar rritjen më të madhe. Pse? Është e vërtet që kemi një rritje, por duhet jemi edhe pak pragmatist për rritjen, sepse kemi dy fenomene. Fenomeni i parë është që sigurisht që martesa ndonjëherë e humbet qëllimin gjatë kohës kur është duke u vazhduar jetesa dhe bashkëjetesa e çifteve, por ajo që kemi fakt tjetër të cilën nuk e kemi studiuar, po thjesht kemi në statistika, është pjesa e atyre të cilët të bëjnë thjesht një martesë fiktive për të ndryshuar mbiemrin, dhe sidomos është para tek djemtë të cilët për arsye që marrin një ekspulsje e shtetit, vinë në Shqipëri, bën një martesë dhe në fund fare, sapo kryen martesën, menjëherë personat i drejtojnë gjykatës duke kërkuar zgjidhjen e martesës. Prandaj, tek studimi duhet kemi parasysh që duhet të ndajmë ata të cilët martohen në shumë vite, edhe shkojnë në fund fare edhe bën edhe një proces ndarje, në krahasim ata të cilët janë sapo martuar dhe pastaj shkojnë edhe bën një proces ndarje. A është i lartë ky numër? Ky është shumë i lartë dhe prandaj them që tek ndarjet serioze, ato të vërtetë që janë vërtetë ndarje, aty po duhet të shikojmë se kur është bërë martesa dhe pastaj kur është bërë ndarja, që të kuptohet qartësi, a ka pasur një konsumim të martesës, pra në kuptimin ka qenë një martesë e pjekur në kushtet e asaj që ne flasim që vazhdimisht që kanë krijuar pasuri, kanë krijuar familje, fëmijë dhe shumë gjëra të tjera. Dhe aty sigurisht që në aspektin statistikor, statistika gjithmonë merret me gjithçka që është përgjithshme, por aty duhet bëjmë edhe dallimin çfarë martese ka qenë, a ka qenë një martesë e shëndetshme apo ka qenë thjesht një martesë figurative thjesht për të përfituar. Ka disa arsye të cilat shpeshherë nditen, patjetër që edhe ju avokat do na i thoni sepse jeni gjithmonë afër çifteve. Po, duhet keni parasysh edhe çka nuk të mban asnjëri me zor që të marrësh divorcen. Patjetër. Ta themi tek njerëz se njerëz sa kuptojnë, tani si do të ndahem unë me personin apo tjetër. Ta keni parasysh që paditësi kur shkon në gjykatë dhe kërkon për ndarjen nga personi tjetër, thjesht do të presi procedura derisa të bëhet njoja e njoftimit të palës tjetër, dhe në fund fare në rast se pala nuk gjendet, dhe gjykimi do vazhdojnë në mungesë. Po besoj që këto janë shqetësuese, sidomos në rastet kur martesa vjen për shkak të dhunës. Megjithatë, ne do ta vazhdojmë këtë bisedë avokat, sepse do kemi një komunikim të drejtë për drejtë gazetarin tonë Sido Barka, i cili nga ana tjetër i ka ndjekur, le të themi, statistikat, por nga ana e policisë referuar ndoshta edhe këtyre shifrave që shpeshherë shkojnë në divorc për shkak të dhunës që vjen brenda një çifti, apo jo, Sido? Po, ju përshëndes sërish, në fakt është konsideruar dhunën e familje, le të themi, një nga shkaqet kryesore për zgjidhjen e martesave, pra për rritjen e numrit të divorceve në Shqipëri, sa i takon analizës ose shkaqeve që sjellin këta, le të themi, në zgjidhjen e divorceve për shkak të dhunës, të paktën referuar shifrave tregohet një situatë shqetësuese për periudhën 9 mujore të 2025-s, pra nga data 1 janar deri me datën 30 shtator janë evidentuar nga policia e shtetit 4277 raste të dhunës në familje, pra kemi afro 4300 raste të dhunës në familje, kuptohet se në krye të piramidës që ndron Tirana me afro 1700 raste denoncime pra të dhunës në familje, duke vijuar me pas me Durrësin me më shumë se 700 raste, Vlora me afro 300 raste, Shkodra dhe qytetet e tjera. Sa i takon urdhrave të mbrojtjes, pra le të themi ku situata është më e agravuar për shkak të dhunës në familje, kryesisht ku bashkëshortet pra ushtrojnë dhunë
punë sistematike ndaj bashkëshortëve të tyre, janë lëshuar 2206 urdhra mbrojtje në total, kuptohet pjesën më të madhe ka Tirana për shkak të popullsisë me 756 raste, me pas vijon Durrësi, Vlora, Shkodra, Berati e të tjerë. Krahasuar me vitin 2024, vlen të theksojmë se janë një ulje, le themi, numri i rasteve të dhunës të familje, paçka shifrat janë ende të larta dhe mjaft shqetësuese. Për vitin 2025 kemi 1168 raste të dhunë të veprës penale dhe dhunë familje, më pak krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar. Edhe urdhrat e mbrojtjes përpasoj kemi një ulje të tyre me mbi 700 urdhra më pak krahasuar me vitin 2024, ndërkohë një ulje ka pësuar dhe krimet brenda familjes, pra konkretisht të vrasjeve, edhe pse shifrat janë ende të larta problematike. Për 9 mujorin e 2025 janë evidentuar 6 vrasje brenda familjes, ndërkohë për të njëjtin periudhë krahasuar me një vit më përpara kemi patur 10 viktima. E qartë. Mire, si do të falenderojmë për këtë raportim që na përcolli në studio, cilën do doja në fakt ta vazhdoja edhe me avokatin, i cili, siç e tham pak më parë, patjetër që i ka patur rastet edhe më afër dhe i kupton më mirë, le të themi, se çfarë ndodh mes çifteve. Sa artikulohet, le të themi, dhuna në familje si një nga arsyet që çon më pas drejt divorcit? Mbetet akoma një tabu, një sekret, nuk është se viktimat ndonjëherë shkojnë edhe raportojnë, edhe kur ka raportime edhe sot në 2025 që flasim, po ka edhe diskriminim, ka edhe pse jo ai është burri jot, për shembull komisariatet më të ndryshme të Shqipërisë, do ta falësh, haroje. Po, ata falësh gjitha këto, por ka edhe një problem tjetër që vije të re gjatë kohës kur ne ushtrojmë detyrën tonë si avokat, kur mbrojmë në procese penale për dhunë në familje, sepse nuk justifikohet kjo vepër penale, jo veprat e tjera, po edhe kjo nuk justifikohet. Çfarë ndodh? Personat që shkojnë kallëzim firmosin çfarë do dokumenti i sjell OPG-ja ose i harton OPG-ja. Nuk kundërshtojnë atë çfarë ka përmbajtje, sepse nuk mund të jetë e vërtet. Dhe çfarë bëhet në fund fare, ti sapo ke firmosur, ke urdhëruar arrestimin të personit familjar tëndin. Dhe ti nesër do marrësh të njëjtën cilësi nga viktim që je, nesër do të dalësh mbrojtës sepse do të caktosh një avokat. Pra do të thotë që roli jot është një rol i dyfish, që do të thotë ti mund të jesh dhunuese, por e dhunuar, por dhunuesin tënd tani duhet ta mbrosh sepse ke babain e fëmijëve, ke çdo lloj gjë që ke brenda përfshirë te familja, dhe ti me firmën që ke vendosur duhet ta lexosh përmbajtjen. Pse duhet ta lexosh? Sepse ti ke shuar për urdhër mbrojtje. Urdhër mbrojtje nuk është proces penal, por OPG-ja aty thotë, derisa ta marrëm ngarkim gjithë këtë situatë që ka kjo në gjithë këto vite, atëherë vendosun edhe proces penal, edhe proces civil, edhe tani le ta gjej vet ai me avokatët e vet. Prandaj them që në aspektin e dhunës në familje duhet kemi një kujdes tek personat të cilët dhunohen, që në rast se kërkojnë po në të vërtetë edhe që duhet ndihmën, ta kërkojnë ashtu siç duhet. Jo të shkojmë në një komisariat dhe themi që komisariati na shpëton. Po komisariati raporton problemin. Pra, komisariati çfarë ndodh? Raporton problemin në rast se ti je dhunuar dhe ke shenja dhune të dukshme, pra në kuptimin fatal të ngjarjes, dhe ti sigurisht do të kërkosh një proces të tillë penal, po emergjente, që ti duhet kërkosh që dhunuesin patjetër të marrë masë ta vendosin në burg, por rasti tjetër është që ti kur kërkon urdhër mbrojtje, urdhër mbrojtje nuk është një proces penal. Shkon në gjykatën civile të zonës ku je, edhe kërkon një urdhër mbrojtje që dhunuesi mos të vi më të dhunoj ose të afrohet duke të bërë veprime të tjera të cilët nuk janë në natyrë të veprimit të veprës penale, pra jo të goditjes, por veprime të tjera të cilët të dërgojnë ty në aspektin e një veprimi të dhunshëm në të ardhme. Prandaj, këto statistika që përmendi kolegu juaj nga policia e shtetit kanë dalur, po nuk jam kur dakord që këto janë ulur. Thjesht nuk ka raportime, po jo si janë ulur. Sepse në rastin e marrim të më qenë 4300 nga 1 janari deri në 30 shtator, do thotë që shifra është më lartë. Pra do thotë, o nuk ka raportime, ose ka shko tani burrek edhe mbaroj puna, sepse ekziston edhe ky mentalitet. Po, ashtu si kundër është dhe mentaliteti kur shkon tek avokati për procesin e pajtimit. Jo, të gjyqtari shkon, se të mua nuk vinë për pajtim. Por puna është kjo, të mua vinë direkt shkojmë në gjykat. Tani, tek rasti i këtyre në përrethe është më frikshme. Sepse këtu në Tiranë, supozojmë, personi viktima, se viktima gjithmonë janë femrat, jo gjithmonë, po rasti më i madh,
Qa ndodhë në periferi, ndodhë dhe raste më i keqë, qëfar gratë nuk kanë mundësi të shkojnë të ankohen. Pra edhe organizatët e shoqërisë civile jerin dhe këtu për të këtu. Ka shumë organizatë, shumë pak organizatë që punojnë në për teren, në për rrethe. Dhe në për rrethe bëhet krimi më i madhë. Pse? Se viktima është e heshtur. Dhe një viktime e heshtur nuk mund të ndihmoj veten e saj që ta raportoj dhunuesin e saj. Dhunuesi e saj mund të jetë droguar, mund të jetë alkoolizuar, mund të jetë çdo gjë natyre dhe ajo nuk mundet atë të shkojë ta bëjë këtë gjë. A ka meshkuj të dhunuar? Ka edhe meshkuj të dhunuar. Po thjesht për shkak të asaj që flasim, jo burri nuk mund të dhunohet, pra janë stereotipe të vjetra. Nuk e raportojnë këtë gjë, po ka dhe raportime të vazhdueshme. Dhe sidomos ata të cilët të dhunohen janë ata të cilët janë me aftësi të kufizuara. Pra kemi parë që ka ndodhur edhe ka ndodhur ngjarje, por nuk është se prokuroria vendos me njëherë personin, pra gruan apo familjarët, nuk mund të jetë edhe gjinisë fermore, që të vendoset në paraburgim. Mbetemi pak tek dhuna, por e shpërndajmë pak edhe tek problemet e tjera që të çojnë në një divorc, siç është ekonomia, problemet sociale, emigracioni, tradhtit në fundit. Po, këto, jo tradhtin nuk ka mundësi edhe s'ka problem, nuk të denonson dikush, por të pjesa e varfërisë edhe të ardhurat të shtëpia. Shpesh në ato që ju keni marrë në shqyrtim që e çojnë një çift. Pabarazia e kam parë, pabarazia, paraja, dhe në fund fare, ajo e atë që ne themi shpesh e drejta private, kjo unë dua të jem ai dhe ose kryefamiljari, se ne kemi të diskriminuar, po, burri dominon të jemi realist në shumicën e rasteve, sepse kemi diçka ne ende akoma në certifikatën familjare kemi fjalin krye familjari. Sa po ke thënë krye familjari, ke bë barbarazin drejt për së drejti dhe nuk ka asnjë të justifikoj këtë. Por varfëria është gjëja kryesore, njerëzit nuk mund të jetojnë dot me ato rrogat të cilët janë minimale. Duhet ta dini shumë mirë që rrogat minimale jepen në Shqipëri, nuk është se jepen rrogat të cilët ke minimumin apo maksimumin. Maksimumin shumë pak njerëz marrin. Dhe ata që aq sa marrin, nuk marrin edhe të vërtetën të jem realist. Prandaj, ajo që unë shikoj është tek pjesa më dërmuese është që ne si shoqëri duhet të civilizohemi, jo me detyrimin që duhet të futemi në një vend tjetër, pra në një aleancë që është Bashkimi Evropian, por ne duhet të ndërgjegjësohemi vetë si shoqëri. Edhe si kur mos t'ishte Bashkimi Evropian, ne duhet të bëjmë më... Kemi një reflektim. Më qytetarë, sepse kemi parë raste, jo se të gjithë qytetarët janë njësojë, por një kategori e cila dëmton imazhin e shoqërisë në tërësi dhe të familjes, bën disa veprime të cilët nuk janë të denjët për shoqërinë. Por ne nuk do t'japim moral të ata, po thjesht duhet edhe ne të bëhemi pjesë që t'i ndihmojmë edhe të na ndihmojnë të reflektojmë të gjithë shoqërinë. Ka një grup moshë që është duke shkuar më shpesh drejt divorcit, cila është? Me hapa të ngadalta nga mosha 45 në moshën 55. Edhe shqetësuese kjo numër. Po, është një moshë e cila... Po, kjo moshë po shumë shqetësuese. Problematike. Problematike dhe shumica e rasteve që unë kam parë është që janë martuar në moshë shumë të re, pra 16, 18. Pra duhet i themi edhe brezet të ri, martesa 18, 19 ose 16 të bën që ti të harrosh ato moshën tënde që ke, pjekurin tënde, dhe ti shkon në një moshë 50-60 vjeçare dhe kërkon të ndash sepse nuk e kaluar akoma kohën e rinisë. Jemi në 2025, unë uroj që njerëzit të reflektojnë dhe të shikojnë që martesa ose dokumenti në martesë nuk do të bën ty të martuar. Thjesht ti duhet ta ndjesh që je i martuar. Tani, nëse i referohemi pak proceseve gjyqësore për divorc, sa nga ato çifte ka që shkojnë drejt divorcit, por përpara se të ndahen është ky procesi i ripajtimit. Sa nga këto çifte ndodh për shembull që të shkojnë në gjykatë? Funksionoi ripajtimi. Pjesërisht funksionon, por në fund fare shkon bëhet divorci. Divorci, pra kanë shkuar me ide të qartë momentin që e kanë kërkuar divorcin. Po, shkojnë me ide të qartë dhe mbrojtësi duhet të do ndihmosh me përgjigje shkurt sepse nuk kemi shumë kohë, por një nga pikat që doli në pa gjatë muajve të fundit, sidomos me vrasjen e gjyqtarit, ishte edhe stoku i dosjeve.
që shpesh herë ndodhet edhe me divorcë cilat zgjaten në kohë për arsye të ndryshme, që mund të jetë njëra palë që nuk kërkon, që nuk do, le të themi, ta jap divorcin. Shpesh herë është folur që ky proces divorcit do të zhvillohet edhe tek noteri, duke e lehtësuar. Jo, nuk jam dakord. Te noteri nuk jam dakord se nuk mbrojnë të drejtat e palëve në proces dhe ajo çfarë thuhet për dosjet nuk është e vërtetë, sepse tek procesi duhet kemi parasysh që gjykatësi do të veprojë sipas procedurës. Tani gjendet personi, nuk gjendet, do të ezaurohet e gjithë procedura ashtu siç është normuar në kodin e procedurës civile dhe në fund fare do të vendosë gjykata. Asnjë gjykat nuk ma asnjë person të lidhur deri në vdekje të martuar. Ku shkon në gjykat dhe ka rolin e paditësit. Pra që të kaloj procesi divorcit tek noteria dhe të bëhet faktike. E kemi një pjesë ne kur bëhet me marrëveshje midis palëve, pra palët të cilët në rast se janë në marrëveshje, shkojnë tek noteri, thjesht pastaj e marrin vendimin marrëveshjen, e çojnë në gjykat, notarizohet pra nga gjykata dhe është aktive aktualisht. Është aktive një pjesë për akt marrëveshje me palët, pra dy palët shkojnë edhe në gjykat dhe të janë dakord. Kur nuk kemi dakordsi, sigurisht duhet shkoj tek gjykatësi, sepse aty kemi të bëjmë edhe me fëmijë të mitur. Nuk mund të një akt notarial ose tek atributet japim noterit dhe të japi ai një rrugëzidhje. Prandaj them që tek dosja që të përfundoj, duhet keni parasysh që procedura duhet bëhet ashtu siç duhet, sepse flasim për një proces të rregullt ligjor dhe nuk është se flasim për një thjesht procedurë që duhet të bëjmë thjesht aspekt notarial dhe mbaroj gjithçka. Avokat, faleminderit shumë. Edhe ju faleminderoj për ftesën. Faleminderit shumë. Faleminderit.